21 dhjetor 2025. Jemi në ditën e Saturnit. Dielli do të kalojë tek shenja e Briciapit në orën 16:03. Ne të gjitha jemi edhe në natën e madhe. Përshëndetje, unë jam astrologja Denisa Shyle. Do të flas në lidhje me ndikimet astrologjike që do të kemi gjatë kësaj dite. Ndikimet e kësaj dite janë dhe si të përzira, me kalimin e diellit tek shenja e Briciapit do të fillojmë të bëjmë një farë rregull në jetën tonë, por deri në ato momente do të kemi vështirësi për të perceptuar realitetin ashtu siç është. Ana pozitive e kësaj dite është se të gjithë ne do të nxjerrim karakterin tonë të vërtet në skenë. Për këtë arsye kemi edhe mundësi që të kuptojmë vërtet shumë mirë se ku qëndrojmë. Dhe mbi të gjitha se cilët janë personat të cilët po na mbështesin, apo dhe cilët janë personat që po na pengojnë për të arritur potencialin tonë të vërtet. Në disa raste kjo mund të bëhet vërtet shumë problematike, sidomos për sa i përket çështjeve sentimentale dhe marrëdhënieve brenda familjes. Në mënyrë që të mund të kalojmë këto më thjesht, do të këshillosh të fokusohemi më tepër tek zhvillimi jon individual, si dhe tek personat të cilët në këto momente po na mbështesin. Këse do të kemi një vetbesim shumë më të lartë, vazhdojmë që të kemi një intuit dhe empati të lartë, prandaj e rëndësishme është të vazhdojmë të përdorim ato. Faleminderit të gjithëve dhe më ndiqni për informacione të tilla në lidhje me astrologjinë dhe me vjet.